Institucionet e garantimit të rendit dhe sigurisë publike në këtë 8 mars nuk kanë haruar vajzat dhe gratë për t'u uruar për ditën ndërkombëtare të gruas. Efektiv të policisë së qarkut Vlorë, por edhe policë rrugor, mëngjesin e kësaj të shtune kanë nisur të dhurojnë lule. Një tufë me lule për vajzat dhe gratë, drejtueset e automjeteve në qytetin e Vlorës. Jo vetëm shoferet e qytetit, por një tufë me lule edhe për gratë dhe vajzat që këtë 8 mars e kanë kaluar si një ditë festive duke dalë shëtitje në Bregdet. Uroj regjistruar 7 mars, faleminderit shumë që erdhe sot bashkë me vajzat e tjerë, ta bëj këtë ditë akoma më të mirë. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi për bashkëpunimin e parë. Shpresoj të keni sa më shumë bashkëpunime të tilla. Patjetër. Uroj të gjithë nënave dhe mësuesve gëzuar 7 marsi, sa më shumë buzëqeshje dhe sa më shumë punëtori. Faleminderit shumë. Faleminderit. Në drejtimin e shefes së qarkullimit rrugor Refie Muçaj, një tufë lule edhe për gratë e vajzat që çdo ditë japin kontributin e tyre në policinë e shtetit. Edhe policia bashkiake e Vlorës këtë 8 mars me një dhuratë simbolike për gratë dhe vajzat e qytetit. Në bulevardin e Vlorës, duke filluar prej teatrit Petro Marko dhe duke u ndalur në zonën e Skelës, efektiv të policisë bashkiake kanë dhuruar lule për gratë dhe vajzat, ato të cilat kanë qenë duke drejtuar automjetin, por jo vetëm. Me një mesazh urimi gëzuar 8 marsin dhe sa më shumë lumturi dhe suksese. Efektivet e policisë bashkiake kanë patur këtë 8 mars në fokus gratë dhe vajzat me rastin e ditës së veçantë për to.